Mbetet ende në pikpyetje fati i pallatit Shumkatësh në zonën e Curilave, ku pak ditë më parë u regjistrua një rëshqitje masivi kodrinor. Në terren po punojnë ekipet e forcave xheniere për largimin e pemëve dhe masivit të dherave që ranë ditën e premte të javës së kaluar. Pas mbledhjes së jashtëzakonshme të Komisionit të Mbrojtjes Civile të Qarku Durrës, të mbajtur në prefekturë, është bërë një vlerësim i plot dhe i thelluar i situatës mes të gjithë institucioneve të përfshira në këtë proces dhe është dakordsuar që fillimisht duhen evaduar të gjithë dherat e rënë dhe më pas do të bëhet një vlerësim i mëtejshëm i situatës nga Instituti i Gjeologjisë për të vendosur lidhur me ndërhyrjen konkrete në këtë zonë. Situata në terren vlerësohet kritike, pasi nga kodra rrezikon të shkëputet një tjetër masiv dheu. Për këtë arsye, zona vijon të mbetet e rrethuar me shiritët e sigurisë dhe 25 familjet nuk lejohet të kthehen në banesat e tyre. Qëllimi i punës së të gjithë strukturave shtetërore të angazhuara është menaxhimi i situatës, minimizimi i pasojave dhe garantimi i sigurisë së jetës dhe pronës së qytetarëve. Nga rrëshqitja masive e Kodrës mbeti i dëmtuar në mënyrë të konsiderueshme edhe një biznes privat. Deri më tani, fati i kësaj godine mbetet i paqartë.